Edhe pse nuk munguan rreshtet e shiut në territor, prej 3 ditësh vijon djegja mbetjeve në landfillin e Bushatit, duke krijuar një situatë problematike për fshatrat përreth. Lidhur me këtë situatë ka reaguar dhe kryetari i Bashkisë së Vaut të Dejës, Kristian Shkreli. Në rrjetin e tij social, Shkreli shkruan: Prej 48 orësh po ndjekim me shqetësim dhe vëmendje maksimale situatën e landfillin e Bushatit, duke qenë se ky landfill ndodhet në territorin e bashkisë son, ai ka një rëndësi të veçantë për ne dhe është në mbikëqyrje të vazhdueshme. Edhe pse kontrata dhe mënyra funksionimit janë ndërtuar prej më shumë se 2 dekadash, kjo nuk na bën të tërhiqemi nga përgjegjësia jonë institucionale dhe ajo personale për të qenë aktiv në menaxhimin e situatës. Shpreh keqardhje për çdo deklaratë të pamenduar dhe përpjekje për ta trajtuar këtë si çështje politike. Në këtë moment, përgjegjësia është e përbashkët, një ndjesë e sinqertë shkon për banorët e zonës, të cilët janë të vetmit plotësisht të pafajshëm dhe që po përballen drejt për drejt me pasojat. Është i njëjti ajër që hyn në mushkëritë e tyre dhe në shtëpinë time. Nuk ka ata dhe unë, sepse shqetësimi i tyre është edhe imi. Kam kërkuar nga kompania përkatëse shtimin e menjëhershëm të eskavatorëve, me qëllim izolimin dhe tamponimin e zonës. Mirënjohje për çdo efektiv dhe strukturë të angazhuar në terren. Institucionet po vijojnë punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve, ndërsa nga ana jon mbetet prioritet gatishmëria absolute për të qenë pranë banorëve dhe për të menaxhuar situatën. E përfundon reagimin e tij kryebashkiaku Shkreli.